Kuvendi u mblodh sot në seancë plenare ku në rendite janë 2 interpelanca. E para me ministren e Arsimit Mirela Akumbaro, kërkuar nga deputetja e Partisë së Lirisë Erisa Xhixho dhe deputeti i Partisë Mundësia Erald Kapri, lidhur me sigurinë në shkolla dhe masat kundër dhunës mes të miturve. Ndërkohë, e dyta është me ministren e Shëndetësisë Evis Sala, kërkuar nga deputeti socialist Erion Braçe për të diskutuar problemet në qendrën shëndetësore të rrugës Irfan Tomini. Përveç interpelancave, deputetët votojnë ndryshime ligjore që prekin TVSH-n, akcizat dhe trashëgimin kulturore. Mirëpo edhe seanca e sotme që në minutat e para të saj u përfshi në përplasje mes palëve. Gjithçka ndodhi në protestën e fundit të opozitës, u reflektua që në nisje të seancës plenare në debatet mes demokratëve dhe socialistëve. Banorët e rrjollit të Velipojës dhe ata të Durrësit që preken nga 2 projekte që cënojnë pronat e tyre, zbarkuan sot para kuvendit ku vijuan protestën. Ata pretendojnë se po u zaptohen pronat padrejtësisht. Në mbështetje të tyre është bashkuar kreu i Partisë Mundësia, njëherë është deputeti Agron Shehaj. Banorët e rrjollit janë kundër ndërtimit të një resorti turistik në zonën ku jetojnë, ndërsa ata të Durrësit kundërshtojnë projektin TID që pretendojnë se prek drejt për drejt pronat e tyre. Në fjalën e tij, përpara protestuesve, Shehaj theksoi se çështja e pronës nuk është thjesht private, por lidhet me vendimarrjen politike dhe përgjegjësinë e zyrtarëve publik. Ai u bëri thirrje banorëve të mos tërhiqen nga kërkesat e tyre dhe premtoi mbështetje të vazhdueshme në mbrojtje të drejtave të pronës. Ish deputeti demokrat Ervin Saliani deklaron se nuk ka ndërmend të largohet nga Partia Demokratike, por do të vijojë takimet me demokratët me synimin për ta bërë partinë fituese. Ai thekson se Partia Demokratike duhet nisë që tani përgatitjet për zgjedhjet vendore të vitit 2027. Sipas tij, një vit para fushatës, partia duhet kishte prezantuar 61 kandidat për bashkit, të cilët të njiheshin me qytetarët dhe të paraqisnin ofertën politike. Saliani kritikon mungesën e organizimit duke kujtuar se mazhoranca fitoi 83 mandate në zgjedhjet e fundit. Ai paralajmëroi Berishën se nëse nuk e rrëzon dot Ramën, atëherë do të dalë me një platformë konkrete për të marrë drejtimin e Partisë Demokratike. Gjykata kushtetuese mblidhet këtë mesditë për të shqyrtuar kërkesën e Unionit të Gjyqtarëve lidhur me ndryshimet në skemën e pagave të miratuara në vitin 2023. Vendimi pritet merret pas një mbledhje disa orëshe dhe mund të publikohet brenda ditës së sotme. Aktualisht paga baze magjistratëve është 36% e pagës së presidentit, rreth 153.000 lekë, formulë që zëvendësoi referencën e mëparshme, pagën e drejtorit të departamentit në kryeministri. Gjyqtarët pretendojnë se ndryshimi ka sjellë ulje relative të të ardhurave, pasi pagat në administratë u rritën ndjeshëm. Ata kërkojnë rikthimin te skema e vjetër ose përcaktimin e pagës në 54.3% të pagës së presidentit, me indeksim automatik sipas rritjeve të përgjithshme. Pas takimit trepalësh mes shefave të mbrojtjes së Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë në Shkodër më 11 shkurt 2026, Beogradi reagoi ashpër duke e cilësuar si shkelje të rezolutës 1244 dhe kërcënim për stabilitetin në Ballkan. Ministria e Mbrojtjes në Serbi theksoi se çdo përpjekje për të institucionalizuar forcën e sigurisë Kosovës përmes marrëveshjeve rajonale përfaqëson një goditje ndaj rendit ligjor ndërkombëtar. Ministri i Integrimit Evropian i Serbisë Nemanja Starović e përshkroi lëvizjen si një provokim skandaloz dhe një aleancë ushtarake që mund të destabilizojë rajonin. Ai theksoi se sipas rezolutës 1244, KFOR-i mbetet e vetmja forcë armatosur legjitime në Kosovë. Takimi i Shkodrës u zhvillua pas memorandumit bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes mes Shqipërisë, Kroacisë dhe Kosovës të nënshkruar më 18 mars 2025 duke synuar koordinimin dhe forcimin e bashkëpunimit ushtarak rajonal. Autoritetet shqiptare kanë marrë nga Belgjika Sergej Hasanpapajin, 32 vjeç, i arrestuar në kuadër të hetimeve për vrasjen e Bledar Muçës më 22 janar 2022 në Antwerp. Ekstradimi u realizua pas urdhër arrestit prokurorisë së posaçme në kuadër të operacionit kombëtar The Wanted, ku bashkëpunuan Interpol Tirana dhe homologët në Bruksel. Hasanpapaj akuzohet për vrasje me paramendim, mbetur në tentativë, si edhe mbajtje dhe prodhim armësh pa leje të kryera në kuadër të organizatës kriminale. Bledar Muça, me origjinë nga Peshkopia dhe i rritur në Elbasan, kishte një histori kriminale të gjatë, ku u përfshin vrasjen e Ilir Rexhepit dhe u dënua më 2016 për goditje me armë ndaj efektivëve të policisë dhe u mbijetoi gjithashtu disa atentateve në Elbasan. Më 2022 ai u ekzekutua në Belgjik ku fshihej prej kohësh. Ekstradimi i Hasanpapajit pritet të avancojë hetimet për vrasjen dhe lidhjet kriminale të ngjarjes. Kosova ka hyrë zyrtarisht në një fazë të re politike me nisjen e mandatit të tretë të Albin Kurtit, ndryshe nga herët e kaluara. Konstituimi i kuvendit dhe miratimi i qeverisë së re u realizuan brenda pak orësh mbrëmjen e djeshme. Vetëvendosja së bashku me Partitë Serbe siguruan 66 vota duke mundsuar votimin e kabinetit me 66 vota pro dhe 49 kundër. Albulena Haxhiu, kandidatura e lëvizjes Vetëvendosje, u miratua si kryeparlamentare e vendit. Në fjalën e tij, kryeministri Albin Kurti, pasi u mandatua nga presidentja Vjosa Osmani, u ndalte procesin ndaj shkrerëve të UÇK-s në Hag, duke kundërshtuar kërkesën për dënime prej 45 vitesh dhe duke theksuar se krimet kundër njerëzimit në Kosovë janë kryer nga regjimi i Miloševićit. Qeveria e re me 19 ministra mban sot mbledhjen e saj të parë ku do të përcaktojë prioritetet e mandatit Kurti 3.
Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka uruar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti për nisjen e mandatit të ri qeverisës. Përmes një mesazhi publik ai uroi suksese në drejtimin e qeverisë drejt progresit, zhvillimit dhe mirëqenies së qytetarëve të Kosovës. Begaj theksoi se sfidat përpara kërkojnë përkushtim institucional dhe bashkëpunim të gjithë klasës politike në funksion të interesit të shtetit. Ai garantoi se Shqipëria do të vijojë mbështetjen vëllazërore ndaj institucioneve dhe qytetarëve të Kosovës, duke shprehur bindjen se uniteti politik do të ndihmojë në përballimin e sfidave që presin vendin. Në dhomat e specializuara në Hag zhvillohet faza e deklaratave përmbyllëse në procesin ndaj ish-drejtuesve të UÇK-s. Sot vijon paraqitja e argumenteve përfundimtare nga mbrojtja e kadri Veselit. Avokati Rodney Dixon deklaroi se prokuroria nuk ka paraqitur prova konkrete që e lidhin klientin e tij me krime lufte, duke theksuar se përmendja e emrit të Veselit në dosje nuk përbën provë për përfshirje direkte. Më herët përfundoi edhe mbrojtja e Hashim Thaqit, ku avokatët kërkuan lirimin e tij dhe kundërshtuan kërkesën për dënim me 45 vite burg për secilin prej të akuzuarve. Gjykimi që ka nisur në prill 2023 po hyn në fazën e fundit përpara vendimit për Thaqin, Veselin, Krasniqin dhe Selimin, të cilët i mohojnë akuzat. 3 vite pas përplasjeve të forta në Egje dhe në kufirin e Evrosit, marrëdhëniet Greqi-Turqi duket se kanë hyrë në një fazë zbutjeje. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan e quajti kryeministrin grek Kyriakos Mitsotakis mikun e tij të dashur, ndërsa vizita në Ankara u shoqërua me tone pajtuese dhe simbolik pozitive. Dy liderët rënë dakord të ruajnë kanalet e komunikimit për të shmangur tensionet, duke diskutuar çështje si Egjeu, Naftex dhe planifikimi detar. U theksua zgjidhja e mosmarrveshjeve përmes dialogut dhe së drejtës ndërkombëtare. Paralelisht, ministrat planifikuan forume biznesi me synimin për ta çuar tregtin dy palëshe në $10 miliardë. Takimi i radhës pritet në samitin e NATO-s në Korrik. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen mbrojti sistemin evropian të tregtimit të emetimeve mes kritikave se çmimi i lartë i karbonit po dëmton industrinë. Ajo theksoi se që nga viti 2005 emetimet në sektorët e përfshirë kanë rënë me 39%, ndërsa ekonomia e tyre është rritur me 71%, duke argumentuar se dekarbonizimi dhe rritja ekonomike mund të ecin paralelisht. Megjithatë, liderë si Friedrich Merz dhe Emmanuel Macron kërkuan rishikim të sistemit nëse ai cënon konkurrueshmërinë. ETS detyron industritë të paguajnë rreth 80 euro për ton, me leje që reduktohen çdo vit. Komisioni sinjalizon përmirësime, por jo heqje të sistemit, duke kërkuar më shumë investime kombëtare në tranzicionin e gjelbër. Identifikohet autori i sulmit me armëzjarri në një shkollë të mesme në Kanada 2 ditë më parë, ku la pas 10 viktima dhe mbi 20 të plagosur. Si autori dyshuar u identifikua 18 vjeçarja Gis Van Rotzeler, e cila më pasi dha fund jetës në ambientet e shkollës. Ajo është identifikuar nga autoritetet si një transgjinore. Motivet e ngjarjes mbeten ende nën hetim. Mes viktimave janë nxënës të moshave 11 deri 13 vjeç dhe 2 gra 39 vjeçare. 2 persona të afërt me autoren u gjetën të vrarë në një banesë. Në vend ngjarje u sekuestruan një pushk gjallë dhe një pistolet. Komiteti prej rreth 2400 banorësh është tronditur në zonën ku ndodhi ngjarja, ndërsa autoritetet theksojnë se sulme të tilla janë të rralla në Kanada.